Eva Murati shkëlqen në tapetin e kuq me një pamje elegante. Eva Murati, moderatorja e njohur shqiptare, ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me paraqitjen e saj mahnitse në tapetin e kuq të një eventi të rëndësishëm mbrëmjen e dieshme. E veshur me një fustan të zi elegant me stil korseje të punuar me detaje dantelle. Eva tregoi edhe një herë se si të kombinosh klasin dhe sensualitetin. Veshja e theksuar në pjesën e bustit, prerje dhe pjesa e lirshme të duart, e bënin pamjen edhe më dramatike dhe të sofistikuar. Ajo e kompletoi duke me sandale të zeza me taka, një çantë klasike Chanel dhe një orë elegante në kyçin e dorës, duke ruajtur një balancë mes thjeshtësisë dhe glamuri. Flokët voluminoz dhe të valëzuar të lëshuar lirshëm, së bashku me një grim të rafinuar me fokus të syt, e plotësuan këtë paraqitje të kuruar deri në detaj. Dukja e saj u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, ku fansa dhe ndjekësit e vlerësuan për stilin, qëndrimin dhe hijeshin që përcolli në këtë event. Eva Murati vazhdon të dëshmojë se është një nga figurat më të konsoliduara dhe me ndikim në skenën publike shqiptare, jo vetëm për angazhimet e saj profesionale, por edhe për prezencën e saj të spikatur në çdo paraqitje. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.